ajo që bëri Edi Rama ishte një akt i shëmtuar, por ajo vetëm sa rritë vendosmërinë e kryengrizëve paqësor për ta hedhur sa më shpejt në lan atë edhe regjimin e tij. Nuk ka asnjë lloj, ne jemi në një betejë dhe në këtë betejë ne s'kemi të ndalur. Absolutisht. Sot ne fituam një betejë. Sot ne zhvilluam betejën më të bukur në tërë ekzistencën tonë. Po dhe më madhështore, më e fuqishme do jetë ajo që vjen. Shumë shpejt do njoftojmë. Nuk ka paq me Edi Ramën. Me Edi Ramën ka vetëm betejë. Ka vetëm betejë. Gjerë në largimin e tij nga pushteti së bashku me hajdutët që rrethojnë. Ndaj dhe një mirënjohje të pakufishme ndaj jush, ndaj të gjithë atyre qytetarëve që sot u bën zëri i Shqipërisë, zëri i kombit shqiptar me protestën e tyre. Le të vazhdojmë në këtë betejë, gjerën fitoren tonë të plotë. Ti shporim këta kusar që s'kan ligj as moral. Edhe njëherë mirënjohje ndaj jush. Të vazhdojmë betejën. Fitoria është e jona. Ishte një demonstratë e shkëlqyer. Do me thënë, te i kaloj çdo lloj projekti dhe tjetra do jetë edhe më madhështore. Tjetra do jetë edhe më shkëlqyer. Nuk ka paq më.